Arti në komunitet ka nisur me mbajtjen e sesioneve me persona që kanë zgjedhur të jenë pjesë e këtij programi. Mbrëm është zhvilluar sesioni i dytë me temën besimi dhe lidhjet, me facilitimin e Amalia Koleka dhe Diona Kusari, ku pjesëmarrësit patën mundësi të diskutojnë dhe të ndajnë përvoja rreth rëndësisë së marrëdhënieve dhe komunikimit mes njerëzve. Dje kemi marrë sesionin e dytë të programit të artit në komunitet, tema ka qenë besimi dhe lidhjet, e kemi një grup dinamik prej 10 pjesëmarrësh që kemi trajtuar temën e besimit në mënyrës që krijojmë lidhje, a kemi besim, a kemi mos besim, çka është mirë besimi në kontekstin tonë, në kulturën tonë, të u lidh shumë a shumë me vlerat edhe traditat që janë lokale, edhe të mundu me reflektu kritikisht mbi to në grup. Gjatë këtij sesioni u mbajtën 4 aktivitete. Dje kemi bërë 4 aktivitete, kemi filluar me ndërtimin e besimit dhe me shprehjen e të fshetave tona, më pas kemi vazhdu me eksplorimin e thënieve popullore, si për shembull kali i rënd çon shumë pluhur, apo guri i rënd në vend të vet, e të tjera. Pastaj kemi vazhdu me një ushtrim ku kemi luajt role të ndryshme në situata ndryshme sociale, që janë shumë të shpeshta për ne, për shembull kur vinë me marr nusen, çfarë diskutime bëhen, dhe kemi përfunduar duke bë një skulpturë të besimit ku kemi lidh me fije veten edhe objekte përreth nesh, edhe në fund i kemi preh të gjitha. Kanë mbetur edhe 4 sesione deri në fund. Sesioni i radhës mbahet javën tjetër me temën kujtesa dhe bindja dhe regjistrimet vazhdojnë të jenë të hapura për të gjithë ata që duan ta përjetojnë nga afër këto aktivitete.